Sinqerisht, që të fjallë që i ka thonë hoxha i nderuam, ja u drejtoj edhe one juve islamofobav, edhe këtynëve të lëvizjes, pëdeni jo të lëvizjes të konaj, që mundoheni me shti për qamje. Atëhere, hajde ta ndëgjojna pastaj kam do fjallë për këtë pjesë. Në hifshin gjami mi 3 vetë, përveç prentës, unë po bëjt vetë. Përgëzoni këta qafira shqip fëls, se gjamiat s'pënazon. Përgëzoni këta qafira shqip fëls, se shamijat jënë të ushtu, elhamdulillah. Përgëzoni këta qafira shqip fëls, se numri haxhive 3 pështohet gjdo vit, elhamdulillah. Përgëzoni. Jep një myshde që është helen për zemrat dhe mendjet e tyne, e ashtu të vdekur. Ka thonë Muhamedi s.a.s. nuk bëhet dita e kiametit deri sa nuk vije dita që në gjdo shpi të tokës mu thonë fjala Allah, Allah. Dhe me lejen Allah ta'ala nuk është e largët e jo ditë. Askush së në nëzirë emnin Allahut prej zemrës tonë, mendjes dhe gjuhës tonë, prej shpijave tonë. Kanë kalu kohët e monizmit, ka kalu koha e ateizmit, mirë po ja që klysht e komunistave, e ateistave, vazhdojnë hala të vjellin vrerë në popullin tonë, po Allahu po jep myshde se populli po kthehet për smari. Na po rritëm, ju po beni. Do më thonë, asni për që nuk jeni rrit, veç jeni të ra. Deni pse? Se jeni të e kesh fejen e dikonaj. E prandaj, kur Zoti nuk ja jep atinaj që e kesh dikon. Edhe ton e din realitetin që feja me drejtë, me sinqert është feja islame. E prandaj, edhe ti që e ke ofendu fejnë islame, kthehu tek Zoti, sepse ai është fals, e dë faljen, edhe mundet më ta falë. Prandaj, kthehu tek rruga e tij. Ju rujt Allahu për çdo të keqe.